Kemi disa deklarata të bujshme për vrasjen e Hasan Riza Pashës. Gazi, heroj nga Turqishtja, Hasan Riza Pasha, burr Simoti, ushtar trim, besnik, komandanti i ushtrive otoman në Shkodër, mik i Shqipërisë dhe shqiptarëve me mbrojtje fizike të kalasë së tij në 30 kallëduar 1913 e vrau një dorë tradhtare mizore. Mban këtë përmendore për Bashkisë së Shkodrës shembull burrnie për trimin të ardhshme e kjo varros. Këtë e ka shkruar Gjeq Fishta. Gjeq Fishta përsëri Hasan Riza Pasha do të kujtohet si advetari më i mirë për shpëtimin tonë nga kthetrat e malazezëve që u bë fli për atyre që nuk deshin shpëtimin e atdheut tonë. Prandaj Hasan Riza Pasha meriton të kujtohet baras me heronjtë e kombit shqiptar. Handi Bushati, studios në librin Shkodra dhe motet, Shkodra ruan kujtime më të mira për Hasan Riza Pashën, i cili për fisnikrin, shpirt madhësinë dhe dëmshurinë që tregoi për popullin e vuajtur, shkodran sidomos në periudhën e luftës mbetet i pa harruar. Edi Duram, një etnologe angleze, e cila vizitoi shpesh Shqipërinë dhe ishte një mike e veçantë e popullit shqiptar, ka thënë: "Një gjë është e vërtetë, Hasan Rizaj ishte një ushtar i shkëlqyer dhe falënderimit të gjitha shqiptarëve i detyrohen kryesisht atij dhe planit të tij të shkëlqyer të fortifikimit. Ai e shpëtoi Shkodrën." Gaston Richard, dëshmitar në procesin gjyqësor ndaj Avni Rustemit në gjykatën e Parisit. Në të gjithë Orientin dije publikisë se Esadi urdhëroi vrasjen e komandantit të Shkodrës Hasan Rizajt. Esadi ishte një kondotjer i paskrupull, i cili tradhtoi sultanin për Xhon Turqit, pastaj Xhon Turqit për Bashkimin Liberal. Zenel Prodani, kryetari i Bashkisë së Shkodrës. Populli i Shkodrës nuk e harron kurrë pat ndjesinë të larta për independencën shqiptare. Mallkoi dorën mizore që shtyu nga Asad Toptani për me qit viktim këtë pasha në kohën më të kritikshme për Shkodrën. Tani vim në atë që quhet edhe njerë momentin e vrasjes. Hasan Riza Pasha, edhe njerë ju lutem regjia skicën, ishte 150 metra larg shtëpisë, po, dhe ai ishte komandant, e tham dhe njerë, i ushtrisë Osmane shqiptare. Ende ushtria Osmane nuk kishte larguar nga Veriu, pra nga Shkodra. Në orën 18:00, disa të shtëna me armë në trupin e tij shtrin për tokë duke plagosur rënd dhe vetëm një ditë më pas ai ndroi jetë. Nga ky moment për malazezët rruga ishte e hapur. Pra, plani për ta zaptuar Shkodrën, për ta mbajtur Shkodrën me vrasjen e Hasan Riza Pashës, domethënë mbetej shumë i lehtë. Ajo që e bën akoma intriguese këtë ngjarje është se Esad Pash Toptani zvendësoi komandantin e vrarë. Pra ishte zvendës komandant, ishte zvendësi Hasan Riza Pashës, me vrasjen e Hasan Riza Pashës, Esad Toptani u bë komandanti i Shkodrës. Mënyra e vrasjes i ngjan një intrigë dhe enigme tipike osmane e ballkanike. Pas ditën e 30 janarit, zvendësi i tij Esad Pash Toptani ftoi Hasan Riza Pashën në shtëpinë e vet. Pasi biseduan të dy kokë më kokë mbi planet e luftës për mbrojtjen e Shkodrës, i pashoqëruar nga rojet e veta, Hasan Riza Pasha doli nga shtëpia e Esadit dhe eci në këmbë. Kishte vetëm 150 metra për të përshkuar dhe shoqëruesit e tij në ato çaste ishin dy rojet personale të Esad Pash Toptanit, Osman Bali dhe Mehmet Kavaja. Edhe një herë ju lutem regjia skicën. Pra, Osman Bali dhe Mehmet Kavaja janë ata dy që shoqërohen. Ai që ngre me fenerin, domethënë është Osman Bali dhe tjetri është Mehmet Kavaja. Shoqëruesit u dhan sinjal vrasje me disa ulje ngritje të fenerëve me duar. Ai feneri, ja ku janë vrasjet, janë dy në cep, nëse vini re, domethënë kanë zënë prit aty dhe në të majtë shtëpia e Esad Pash Toptanit. Nga plumat e marrë generali u rrëzua në tokë, pra ata kishin zënë prit dhe hapën zjarr, ndërsa dy shoqërues nuk bën asnjë veprim kundër vrasit të natës. Organizimi ishte me të vërtet një kurth, një huaj që drejton në mbrojtjen e Shkodrës u vra në këtë qytet nga shqiptarët, duke që gjithçka ishte organizuar në mënyrë perfekte. Sipas të dhënave, Esad Pash Toptani ishte ideatori dhe organizatori. Të dy shoqëruesit e tij, Osman Bali dhe Mehmet Kavaja, shërbyen si udhërfyes, por edhe sinjalizues të vrasjeve. I gjithë plani, mënyra e ekzekutimi dhe personat e përfshirë në të rezultojnë të jenë bërë prej njeriu më besnik të Toptanit, Osman Bali. Edi Durami, etnologja angleze dhe mikja e shkodranëve dhe shqiptarëve, e pranishme në atë kohë në Shqipëri, e përshkruan kështu ngjarjen. Ajo mori shumë të dhëna dhe e ka botuar këtë në librin e saj Brenga e Ballkanit. Atë natë, pas darkës që hëngri me Esadin, Hasan Riza e vran dy burra të veshur si gra. Pas kësaj, Osman Bali dhe Mehmet Kavaja, që dy shërbëtorë të Esadit, u mburën duke thënë se këtë akt e kishin kryer ata.